Një video e aktorit të njohur Julian Deda po bëhet virale në rrjetet sociale, pas një momenti komik që ndodhi gjatë vizitës së figurave publike në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, ditën e djeshme. Disa nga emrat më të njohur të ekranit të Top Channel, përfshirë edhe Julin, vizituan 4 finalistët e këtij edicioni: Gjesti, Ermira, Egla dhe Xhemi, për të dhënë mbështetje dhe për të ndarë momente të veçanta me ta në ditët e fundit të qëndrimit në shtëpi, teksa banorët po qëndronin së bashku në një nga ambientet e brendshme. Një moment i papritur ndodhi. Juli rëshiti dhe përpaksa nuk u përplas me Gjestin, Ermirën dhe Xhemin, që ndodheshin pranë tij në bisedë. Fatmirësisht, situata u kalua me humor, ndërsa banorët shpërthyen në të qeshura. Ky episod u kap nga kamerat e shtëpisë dhe shumë shpejt u përhap në TikTok dhe Instagram, ku përdorësit nuk nguruan të komentojnë me humor dhe ironi, duke rikujtuar edhe natyrën gazmore të Julit. Edhe kur rëshet, Juli na bën të qeshim, shkroi një ndjekës në komentet e videos që tashmë po qarkullon gjerësisht. Ky ishte një tjetër moment që tregoi atmosferën më të relaksuar që po mbizotëron në shtëpinë më të famshme në Shqipëri në ditët e fundit të këtij edicioni, i cili pritet të përmbyllet me spektaklin final këtë të diel.